Qendra e qytetit të Belshit dhe shëtitoria për gjatë liçenit janë të mbushura me vizitorë jo vetëm gjatë fundjavëve, por edhe në ditët e zakonshme të javës. Ky destinacion gjithnjë më i preferuar tërheq një numër të madh turistësh si vendas ashtu edhe të huaj. Qendra e qytetit të Belshit dhe shëtitoria për gjatë liçenit janë të mbushura me vizitorë jo vetëm gjatë fundjavëve, por edhe në ditët e zakonshme të javës. Ky destinacion gjithnjë më i preferuar tërheq një numër të madh turistësh si vendas ashtu edhe të huaj. Vizitorët vendas vijnë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, si Elbasani, Berati, Fieri, Lushnja, Tirana, madje edhe nga Shkodra. Ndërsa turistët të huaj përfaqësojnë një përzierje të gjerë gjeografike, përveç vendeve europiane ka edhe vizitor nga Kina e Largët, India dhe Vietnami. Kjo tregon qartë se Belshi po fiton gjithnjë më shumë vëmendje ndërkombëtare. Për ta, dita kalon shumë shpejt, pasi përveç shëtitjes në pedonale dhe pranë liçenit, ata frekuentojnë restorantet që ofrojnë gatime tradicionale të zonës, si tava me peshk liçeni, lakra të mbushura dhe ëmbëlsira karakteristike. Qytetin e Belshit kemi ardhur me një grup turistësh, janë belg, në fakt kanë ardhur për një seminar, mirë po paraditën e shfrytëzojnë për turizëm kulturor. Dhe kemi ardhur për të parë qytetin e bukur të Belshit. Janë shumë të kënaqur edhe nga ajo që shohin në Shqipëri, po edhe nga ajo që dëgjojnë për Shqipërinë, sidomos historinë e Shqipërisë, gjithashtu edhe për zhvillimin e vendit janë shumë të interesuar. Meqense Shqipëria është një vend i panjohur për ta, janë shumë të kënaqur që marrin informacion lidhur me Shqipërinë. Sono italiano e sono qui a Belshi perché è una bellissima città. Ne vim nga Durrësi. Shumë bukur, na pëlqen shumë, kanë rregulluar. Shumë simpatik, vendi bukur, për shëtitje, dielli, koha sot shumë e mirë. Vetëm kohë të fundit, 5 autobus kanë sjellë mbi 350 turistë të huaj në qytet, pa përmendur 10 vizitorë të tjerë nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilët gjithashtu po e përfshin Belshin në itinerarët e tyre turistike.